Lajmet e fundit në Iran. Çfarë po ndodh në Iran? Pse disa lajme nuk bëhen publike dhe pse ditët e fundit lajmet janë zbehur? Pra pse nuk flitet si më parë, më intensivisht? Për çfarë arsye? Dëgjojeni me kujdes, le ta diskutojmë sepse disa informacione nuk bëhen publike, kur për popullin janë të domosdoshme. Dhe pikërisht për këtë duhet ta diskutojmë. Kush është rastisht nëse nuk e ka bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Duhet të dini që pikërisht ditën e shtunë në atë teatrin madhështor, në atë atentatin madhështor që u bë në Amerikë, pra kundër Donald Trumpit, kundër presidenti i Shtetet Bashkuara të Amerikës, në një takim me 2500 gazetar, merreni me mend që ishte pikërisht ajo ditë që duhej të vendosej takimi me Teheranin, Washingtoni me Teherani, dhe pikërisht atë ditë u anullua takimi. Me shikoni që edhe njëherë takimi u anullua dhe problemi nuk u zgjidh. Sepse, siç e kam thënë dhe më përpara, në qoftë se problemi varet nga fitimi, atëherë problemi nuk do të zgjidhet kurrë. Dhe në këtë rast, aty, pra pikërisht aty tek ngushtica e Hormuzit, ka fitime. Po jo vetëm aty, por edhe lufta në përgjithësi, sepse tregohet që luftrat prodhojnë para. Tani, çfarë po ndodh në Iran? Sepse këtë nuk po shohim kohët e fundit, pra ditët e fundit, që të na thon publikisht, shiko, po ndodh kjo. Pra që ta zgjidhin njëherë për gjithmonë. Kush nuk e zgjidh, sipas jush? Kush nuk e zgjidh këtë problem? Sepse duket një problem i pafund. Në fakt, kishte deklaruar të paktën Donald Trump sapo u fut që kjo luftë do të do të mbyllej brenda një jave. Kanë kaluar muaj. Tani çfarë po ndodh? Shikoni, lajmet që nuk bëhen publike do t'ja u them tani. E para një që është tepër e rëndësishme. Ndërkohë që u bë ai show, pra ditën e shtunë, dje u dha lajmi që nafta u rrit sërish dhe shkoi 100 e ca sërish. Dhe kjo bie mbi popullin sepse duhen marrë të ardhua financiare, pra duhet investuar. Duhet investuar për luftën, duhet investuar për ngushticën e Hormuzit, duhet investuar për energjinë dhe për të gjitha ato që ne nuk mundemi. Dhe kush do investoj? Do investoj populli. Dhe tjetra, përveç kësaj, duhet të dini që Bashkimi Evropian, që nuk e thot publikisht, ka një deficit rreth 500 milion euro në ditë për ngushticën, pra për problemet e ngushticës së Hormuzit. 500 milion euro në ditë. Dhe nuk bëhet publike sepse e shkruan vetëm në disa rreshta të vogla, sa për të thënë që e shkruam. Por ky është problemi kryesor, sepse në qoftë se Amerika me Izraelin hidhet kundër Iranit dhe Irani mbyll ngushticën e Hormuzit ose nuk kalojnë anijet aty ose ka probleme të tjera, qoftë të nxjerrjes së naftës, të përpunimit të naftës dhe për transportimin e naftës, e gjithë kjo bie mbi popullin. Nëse mani mend para disa javësh, kam thënë diçka, jo sepse kam thënë dhe kush e di se kush jam unë, absolutisht jo, por të vjen, kupton dhe të vjen se si do të shkojnë gjërat. Dhe thash, nuk është problemi tani. Nëse mani mend, kam thënë që nuk është problemi tani, pra i naftës që u rrit tani, por problemi do të jetë nesër. Sepse ti sot fillove problemin dhe kur të mbaroj problemi, ose mirë kur të jetë pranë fundit, atëherë do kuptosh me fjalë se sa e rënd është. Sepse nga këtu ti ke mungesë energji elektrike, mungesë ushqimi, mungesë teknologjie, mungesë të çdo lloj fushë, sepse varet çdo gjë nga është një efekt i zinxhir. Nuk e di e dini apo jo, kemi thënë efekti domino, nëse shkëputet një hallk, shkëputen të gjitha. Dhe kjo është hallka që është shkëputur për sa i përket energjisë. Dhe del ajo presidentja e Bashkimit Evropian dhe thot, ne tani kemi një problem, thot, sepse na kushton kjo lufta e Amerikës me Iranin, na kushton 500 milion euro në ditë. Po atëherë zgjidheni. A jeni aty? A jeni politikan që për këtë që ju ka zgjedhur populli? Nëse ju ka zgjedhur populli që t'jeni aty si zëdhënës të popullit, atëherë zgjidheni këtë problem. Zgjidheni pra. Sepse e përsëris edhe një herë, nuk është problemi tani. Problemi do të jetë në shtator, tetor. Ai do të jetë një problem. Bile më vonë do të jetë akoma më keq nëse do të vazhdoj kështu.
të shkon logjika, sepse të gjitha këto probleme që po ndodhin tani, shikoni, vetëm në një kohë shumë të shkurtër ne asistojmë në rritjen e të ardhurave financiare në çdo fushë, vetëm këtë muaj. Shiko, pash për shembull sepse shkova me bashortën time të bëja pazar dhe pothuajse në të dyja duart që kisha, mund të kisha për shembull dikur, mund të kushtonin 20 e ca, maksimumi 30 euro. 2 qese që kisha në përduar, 3-4 qese, me fjalë në të dyja duart. Dhe sot harxuam, me fjalë, kur shkuam, harxuam rreth 47 euro. 47 euro pothuajse 2 fishi, ajde sikur ta zëm edhe 15 euro më shumë, që është e njëjta gjë çfarë kishte ndodhur para një jave. Pra para një jave ose 2 javësh bëm të njëjtën spezë. Me fjalë, aq sa ishte ai pazar që bëm, morëm të njëjtat gjëra dhe na kushtuan 15 apo 20 euro më shumë. Pra sot po flasim. Merrini me mend tani në shtator, sepse dal nga dal do shikoni bukën, do shikoni miellin që do rritet, do shikoni energjinë, do shikoni faturat, do shikoni në çdo fushë. Na ishte thënë kur u fut Bashkimi Evropian, pra kur themelua Bashkimi Evropian, që ato para që merrni sot, na ishte thënë atëre, do të dyfishojnë sepse do të jenë shumë më shumë. Në fakt, vlera është dyfishe e çfarë mendim dje. Por sot, nëse shkojmë dhe bëjmë llogarin, nuk të mbetet asgjë. Nuk të mbetet asgjë sepse ti nëse do pagosh ushqimin, do pagosh qiran, do pagosh drita, do pagosh makinën, do pagosh naftën, do pagosh dreqi e mori. Nëse do pagosh të gjitha këto, ty nuk të mbetet më asgjë. Dikur unë mbaj mend, me 100.000 lireta unë shkoja gjithë javën, 100.000 lireta. Gjithë javën. Po unë merja 1.400.000 lireta, 1.600.000 lireta në muaj. Me 100.000 lireta unë kaloja 1 javë, 2 javë. Dhe ky është ndryshimi i madh. Dhe po thosha, tani pse këto lajme nuk bëhen publike, sepse ngushtica e Ormuzit është një problem madhor për ne, pra për Evropën, për popullin, sepse Amerika nuk e ka problem për naftën. E gjeti naftën në Venezuelë, e merr edhe andej nga Rusia dhe nuk ka problem. Po ashtu edhe Azia nuk ka problem, sepse ndonse na duket sikur Kina shkon në çdo vend për të marrë naftën, por Kina ka dhe vetë naftë. Dhe vetëm që duke qenë një popullat shumë e madhe, ka nevojë akoma më shumë. Por në bazë të vendit, pra të truallit që ka naftë, sa të duash. Dhe po thosha, nuk e ka problem as Azia. Pra Azia nuk ka problem për naftë. Rusia nuk ka problem për naftë. Afrika, po thuaj, nuk ka problem për naftë. Amerika nuk ka. Kush ka problem për naftë? Evropa. Sa problem kemi ne, po thuaj se më shumë se të gjithë të tjerët. Dhe pse nuk bëhen publike këto informacione që të mund të zgjidhen. Sepse nëse nuk bëhen publike, do të thotë që dikush i mban të fshehta dhe nuk duan t'i zgjidhin. E përsëris edhe një herë sepse dua ta përsëris këtë. Në qoftë se problemi, me fjalë, e para njerë kush e krijoi problemin. Një. Dhe tjetra, në qoftë se problemi varet nga fitimi, atëherë ky problem s'ka për të zgjidhur kurrë dhe do të jetë akoma më keq. Shiko, ato parashikimet e Bavangës apo të Nostradamusit për vitin 2026, unë them se janë të vërteta, sepse 2027 apo vjen dhe duket sikur 2027 do të jetë një hon për gjithë popullin. Jo për politikanët. Politikanët mendojnë që nuk do të ndodhë gjë, sepse u ndodh populli, thonë s'ka gjë, i ndodh popullit. Por me kalimin e kohës mund të ndodh dhe atyre. Sepse çdo gjë mund të zhvlerësohet. Mund të zhvlerësohet paraja, mund të zhvlerësohet floriri, mund të zhvlerësohet çdo gjë, edhe vetë jeta e njerëzit. Sepse nëse ka një kaos, nuk ka asgjë më vlerë. Më thoni ju nëse kam të drejtë ose jo. Pra, këto spektaklet e fundit që po bëhen vetëm, për mendimin tim, më thoni ju pastaj nëse kam drejtë ose jo, po bëhen vetëm për të mbajtur problemin në këmbë, sepse me sa duket dikujt i prodhon fitime. Është kështu apo jo? Ju çfarë mendimi keni? Pres komentet tuaja që ta diskutojmë, sepse unë sinqerisht lodhet truri njeriut, lodhemi dhe ne.
lodhem edhe unë. Shpesher shkoj, lexoj dhe them dreqe mori, por dje thanë kështu. Sot thoni një gjë tjetër, pse këto? Pse këto ndryshime drastike? Kush vendos pas këtyre politikanëve apo ku ta di unë, kush vendos? Sepse është burr mor tjetri, shkon aty dhe thot unë do qëndroj këtu, pik. Por jo, politikanët sot flasin një fjalë, nesër flasin diçka tjetër. Nëse pres komentet tuaja. Hajde, ditë të mbarë dhe më thoni se çfarë mendimi keni për këtë situatë vërtet të që nuk mund të përfundoj kurrë, për mendimin tim nëse vazhdon kështu. Ditë të mbarë.